تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيح. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد. Vazhdojmë me lutjet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe përmendim një hadith ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka mësuar Shaddad ibn Ausin radhiyallahu anhu me këto lutje dhe I ka thënë ja Shaddad ibn Aus, do të thonë o Shaddad ibn Aus, idha ra'ayta an-nasa qad iktanazu adh-dhahaba wal-fidda fakniz ha'ula'i al-kalimat. Kur ti shohësh njerëzit si e mbledhin arin dhe argjendin, ose deponojnë apo bëjnë thesare me arë dhe argjend, ti bëj thesar këto fjalë. Allahumma inni as'aluka ath-thabata fil amr. O Allah, unë ta kërkoj qëndrueshmërinë në këtë çështje. Ose komplet duaja një herë. Allahumma inni as'aluka ath-thabata fil amr wal azimata 'ala ar-rushd wa as'aluka mujibati rahmatik wa 'azaima maghfiratik wa as'aluka shukra ni'matik wa husna ibadatik wa as'aluka qalban saliman wa lisanan sadiqa wa as'aluka min khayri ma ta'lam wa a'udhu bika min sharri ma ta'lam wa astaghfiruka lima ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Do thot, o Allah, unë ta kërkoj qëndrueshmërinë në këtë çështje, do të thënë qëndrueshmëri në fe, dhe vendosmëri në udhëzim, dhe I kërkoj sjellësit e mëshirës sate, dhe shkaktarët e faljes sate, dhe kërkoj falenderimin e dhuntive tua dhe adhurimin të bukur ndaj teje, do të thënë që në mënyrën më të bukur të ta adhuroj. Kërkoj zemër të shëndosh dhe gjuhë sinqert, të kërkoj të mirat që ti I di për mua dhe kërkoj mbrojtjet e ti nga të këqijat që ti I di, kërkoj faljet e ti nga ajo që ti e di, sepse ti je I gjithdijshëm për të gjitha fshehtësitë. Pra kjo dua padyshim se është thesar, edhe është pasuri e madhe. I ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Shaddad ibn Ausit, do thotë kur ti shohësh njerëzit se mbledhin edhe bëjnë thesare prej arit dhe argjendit, do thënë bëj thesar këto fjalë, se këto janë pasuri e madhe. Thotë ka kërkuar qëndrueshmëri në fe. Allahumma inni as'aluka ath-thabata fil amr. Do thënë thabat do thotë që t'jem I paluhatshëm në këtë çështje, pra në çështjen e fesë, mos më luhat asgjë. Dhe është njësoj si të duaja tjetër që kemi përmendur, ja muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. O rrotullues I zemrave, forcoma zemrën, bëma zemrën time të paluhatshëm në fen tënde. Dhe kam thonë sahabët, pra siç thotë Ummu Seleme radhiyallahu anha, thotoi dërguari I Allahut, pse a zemrat ndryshojnë, do të thonë pra, pse kërkojmë ne qëndrueshmëri, a mund të ndryshoj zemra, pasi kemi besuar të mohojmë, Allahu na ruajt, apo pasi e kemi ndjekur sunetin të devijojmë bidat, do thotë gjitha ato janë të mundshme. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, ma khalaqa Allahu min bani Adam min basharin illa wa qalbuhu bayna usbu'ayn min asabi'illah. In sha'a aqamahu wa in sha'a azagha." Do thotë secilin njeri që e ka krijuar, secilin prej bijve të Ademit që e ka krijuar Allahu, zemra e tij është mes dy gishtave të Allahut. Nëse do Allahu e drejton, nëse do e devijon. Edhe për këtë shkak, njeriu gjithmonë pra duhet t'i lutet Allahut subhanahu wa taala, dhe kjo është prej duave më të bukura. Allahumma inni as'aluka ath-thabata fil amr. Do të thonë Allah të kërkoj qëndrueshmëri dhe paluhatshmëri në këtë çështje. Dhe çështja është feja. Do thotë t'jem I qëndrueshëm në fen tënde. Wal azimata 'ala ar-rushd, dhe t'jem I vendosur në udhëzim. Pra fjala rushd është e kundërta e ghaj, që do thotë ghaj, do të thonë çdo gjë që është gabim dhe e pamençur. Edhe rushd e kundërta do të thonë që është bindja ndaj Allahut dhe ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe vazhdimësia në adhurimin ndaj Allahut subhanahu wa taala. Nxjerrja e kuptimit dhe udhëzimit në bazë të Kuranit dhe Sunetit. Kjo është rushd.
pjekuri, mençuri, udhëzim, dhe por jo vetëm udhëzimin, por vendosmëri, azime. Do të thonë që njeriu të jetë i vendosur dhe i prerë ta zbatoj, ta kërkoj udhëzimin edhe ta zbatoj, ta praktikoj ata. Ka thënë Imam Ibn al-Qayyim, kemalul abdi bil azimati wa thabat. Do të thonë përsosmëria e robit, do të thonë ose plotësimi i robit bëhet me vendosmëri dhe qëndrueshmëri. Do thotë që të jetë i qëndrueshëm, i paluhatshëm në udhëzim dhe të jetë i vendosur, i prerë në zbatimin e udhëzimit. Faman lam yakun lahu azima fa huwa naqis. Do të thonë ai i cili nuk ka vendosmëri është i mangët. Wa man kanat lahu azima walakin la thabata lahu alayha fa huwa naqis. Edhe ai njeri që ka vendosmëri por nuk është i qëndrueshëm në të, gjithashtu është i mangët. Prandaj në duan e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kërkohen këto dy çështje. Do të thonë as'aluka ath-thabata fil amr wal azimata ala ar-rushd. Do të thonë të kërkoj qëndrueshmëri në çështje dhe vendosmëri në udhëzim. Edhe kuptohet se kjo pema e vendosmërisë dhe qëndrueshmërisë mund të qëndrojë vetëm në trungun e durimit. Edhe do thotë pra kjo durimi, qëndrueshmëria dhe durimi janë me të vërtetë pasuri e madhe. Edhe kjo fjalë durim, do thotë që në gjuhën arabe ka 3 shkronja, sad, ba, ra, sabr. Do të thënë vetëm këto 3 shkronja do thotë kanë kuptim shumë të madh, thotë Imam Ibn al-Qayyim. Pastaj wa as'aluka shukra ni'matik. Do të thënë kërkoj që ti falenderoj dhuntitë tua, do thotë kërkoj ndihmë dhe mundësi, fuqi që të jem falendërues ndaj dhuntive tua, o Zoti ynë, se Allahu subhanahu wa taala ka dhënë dhuntit shumëta dhe dhurata të panumërta, dhe ato e meritojnë, do të thënë, falenderimin ndaj Allahut subhanahu wa taala. Ky falënderim nuk mund të kryhet nëse Allahu nuk jep fuqi dhe mundësi robit për ta kryer atë. Wa husna ibadatik, dhe ta kërkoj, do të thënë, më të bukur, do të thënë që të ta adhuroj në mënyrën më të bukur. Pra ta adhuroj në mënyrë të bukur. Edhe këtë kemi thënë edhe tjera herë se shikoni si është përmendur në Kur'an, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Do të thënë Allahu që t'ju sprovoj kush do të bëj vepra më të bukura. Dhe gjithmonë në duat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur bëhet fjalë për adhurimin, lutet për bukuritë e adhurimit, jo për shumë adhurim. Do të thënë askund s'ka kethrat ibadetik. Do të thënë të ta adhuroj shumë, por të ta adhuroj në mënyrën më të bukur. Dhe e bukur është ajo që është e pastër për Allahun dhe është sipas sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj ka thënë wa as'aluka qalban saliman, dhe të kërkoj zemër të shëndosh. Zemra e shëndosh është ajo zemër që ka shpëtuar dhe është pastruar prej shirkut, prej nifakut, dyftërsisë, prej do të thënë mendimeve të këqija, hasedit, gënjeshtrës e kështu me radhë dhe zemrave, smundjeve të tjera të zemrës. Dhe nëse zemra është e pastër dhe është e mirë, e rregulluar, atëherë patjetër do të rregullohen edhe gjymtyrët, edhe do të zbukurohen. Dhe ka thënë Allahu subhanahu wa taala, ka treguar fjalët e Ibrahimit alayhi salatu wassalam, që ka thënë wala tukhzini yawma yub'athun, do të thënë mos më poshtro ditën kur do të ringjallen njerëzit, yawma la yanfa'u malun wala banun, atë ditë kur nuk do të bëj dobi asnjë lloj pasurie ose fëmijë, numri i shumtë i njerëzve, illa man ata Allah biqalbin salim, por vetëm ai që vjen tek Allahu me zemër të shëndosh, që ka zemrën e pastër, do të thënë nga këto njolla, nga njollat e shirkut, nga njollat e dyftërsisë dhe gjithashtu nga smundjet e tjera të zemrës. Edhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në trup është një copë mishi që nëse përmirësohet i gjithë trupi, dhe nëse prishet i gjithë trupi, dhe ajo është zemra. Ka thënë Imam Ibn al-Qayyim, wal qalbu as-salimu huwa alladhi salima min ash-shirki wal ghilli wal hiqdi wal hasadi wal shuhhi wal kibri wa hubbi ad-dunya wal riya'asa.
do thot zemër e shëndosh, është ajo zemër që ka shpëtuar dhe është e pastër prej shirkut, mashtrimit ose vjedhjes prej urrëties, zilis, kopracis, mendjemadhësis, është e pastër prej dashurisë ndaj dunjas ose dashurisë për pozitë dhe për udhëheci, që është e pastër nga secila smundje që e largon prej Allahut subhanahu wa ta'ala, dhe është e pastër nga çdo dyshim që e refuzon fjalën e Allahut ose pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Domethënë e pastër nga kufri, shirku, nga smundjet e zemrës, dhe gjithashtu e pastër nga bidati, që mos ketë dyshime në atë zemër me të cilat e refuzon fjalën e Allahut ose fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj ka thënë walisanan sadiqa, edhe më jep gjuhë të sinqertë, që e flet të vërtetën, se gjuha e sinqertë është, domethënë, një prej pjesëve më të rëndësishme, ose pas zemrës, kjo është më e rëndësishmja. Dhe të përmirësimi i zemrës, dhe më njëherë pas saj është përmirësimi i gjuhës, që njeriu ta flasë të vërtetën dhe atë që është e dobishme. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, idha asbaha ibnu Adam, fa innal a'da'a kullaha tukaffiru al-lisan. Domethënë, në çdo mëngjes birit Ademit, të gjithë pjesët e trupit i drejtohen gjuhës. I thon ittaqillaha fina, fa innama nahnu bik. I thon ruaju Allahut dhe ki kujdes për ne, sepse ne varemi prej teje. Fa in istaqamta istaqamna. Nëse ti drejtohesh, drejtohemi edhe ne. Nëse njeriu është që e flet të vërtetën, do thotë edhe veprat tjera do të jenë të mira dhe të sakta. Wa in i'wajajta i'wajajna. Nëse ti shtrembrohesh, shtrembohemi edhe ne. Do të thënë gënjeshtari nuk ka mundësi të bëjë vepra të mira. Edhe nuk mund të jetë çdo gjë në rregull me të, përveç se gënjen. Do të thënë nëse e ka gënjeshtrën, do thotë kjo është prej rrënjëve të prishur. Nëse zemra është e prishur, patjetër as gjuha as gjë tjetër nuk do të jetë në rregull. Por nëse zemra është e mirë deri te ku, dhe pastaj stacioni tjetër është gjuha. Nëse gjuha është e drejtë dhe e rregulluar, atëherë drejtohen pjesë tjera të trupit. Përndryshe, nuk ka mundësi të drejtohen gjymtyrët pa drejtimin e zemrës, pastaj drejtimin e gjuhës. Edhe padyshim se ndikon kjo, ndikon edhe në pamjen e njeriu. Do thotë se gënjeshtari nuk ka pamje të bukur. Do të thënë ndikon gjuha edhe në pamjen ose nurin e fytyrës dhe të pjesëve të trupit. Pastaj dua thotë wa as'aluka min khayri ma ta'lam wa a'udhu bika min sharri ma ta'lam. Do të thënë i kërkoj të mirat që ti i di. Edhe këtë tham shumë herë që njeriu duhet ta kërkojë prej Allahut të mirën e plot dhe të vërtet. Do të thënë atë që Allahu e di se është e mirë për ty. Jo atë që ti mendon se është më e mirë, por duhet mbështetja e plot të jetë te Allahu subhanahu wa taala dhe besimi i plot në diturinë absolute të Allahut. Do të thënë i kërkoj ato të mira që ti i di dhe kërkoj mbrojtje nga ato të këqija që ti i di, dhe gjithashtu wa astaghfiruka lima ta'lam, edhe kërkoj falje te ti nga ato që ti i di. Do thotë kërkoj falje nga të gjitha gjunahet që Allahu i di, se ka mundësi që njeriu diçka ka fshehur prej njerëzve, por diçka edhe ka harruar, i ka fshehur edhe prej vetvetes. Do thënë ka harruar për ndonjë gjuna, mirëpo Allahu e di subhanahu wa ta'ala, dhe ka thënë Allahu ahsahu Allahu wa nasuhu. Do thënë Allahu e ka përfshirë edhe e ka ruajtur atë që kanë bërë, kurse ata kanë harruar. Për këtë shkak njeriu kërkon falje për të gjitha gjunahet, ato që i ka bërë, dhe ato që mund t'i bëjë më vonë, ato që i di dhe ato që i ka harruar, ose ato që nuk e di se janë gjuna, pra të gjitha që e di Allahu se ka bërë gjuna ky njeri. Inneke anta allamul ghuyub, do të thonë ti je i gjithditur për fshehtësitë. Elusim Allahun subhanahu wa taala që të na japë prej të mirave të tij të pafundshme dhe të na mbrojë nga çdo e keqe, të na falë gjunahet tona të komplet, çdo lloj prej gjunaheve, të na japë sukses për çdo të mirë dhe të na përmirësojë gjendjen tonë tërësi dhe mos na lërt të mbështetur në vetët tona asnjë çast.
wallahu a'lam. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.